Klevis Kaso, i cili ishte shumë pranë marrjes së mandatit të deputetit në fund të numërimit të votave edhe të diasporës, ka reaguar me një status të gjatë në rrjetet sociale. Ai u drejtohet zemrave vlonjate, sikundër shprehet, në shtëpi dhe në diasporë. Po e nis me ju sepse ju dhe vota juaj ishit projekti më i bukur i jetës time. Takimet me ju më kanë mbushur zemrën me motivim, optimizëm dhe një ndjesi të papërshkrueshme krenarie. Mbështetja juaj ka qenë përtej çdo pritshmërie, një mbështetje që nuk njeh kufi, si vlora jonë që rre me një zemër të vetme në Shqipëri e diasporë, thot kandidati Kaso. Kjo fushat ishte ndryshe, e veçantë, realizuar dhe me shumë dashuri, për kushtim dhe për herë të parë me votat e diasporës, një bashkim zemras shqiptare, sikur më parë. Respektova procesin deri në fund dhe tani me prullësi dhe mirënjohje, dua të falenderoj çdo banor që doli dhe votoi, çdo qytetar që zgjodhi të besojë tek unë me votë preferenciale dhe secilin që mbështeti programin ton për një Shqipëri europiane, thot kandidati për deputet i Partisë Socialiste Klevis Kaso. Faleminderit ekipit socialist të qarkut për përkushtimin, profesionalizmin dhe për ta bërë këtë fushat nga më të qetat dhe më të ndershmet. Faleminderit shtabit tim për punën, shpirtin dhe energjin, sfidat i kthyem në argëtim dhe fushatën në adrenalin. Mirënjohje pafund për çdo kontributor brenda dhe jashtë strukturave, për çdo vlonjat që beson në këtë rrugëtim, qofshin ata votuesit e mi apo jo. Vlora është dhe do të mbetet shtëpia jonë e përbashkët. Një falënderim i veçantë shkon për drejtuesin politik të qarkut Bledi Çuçi për mundësinë dhe besimin, një privilegj i rrallë, dhe për kryeministrin Edi Rama, vizionarin e Shqipërisë europiane. Faleminderit për gjithçka. Mirënjohja ime është e thellë dhe e sinqertë, thot Kaso. E në fund faleminderit tyjeve të mi, familjes sime të mrekullueshme, që më kanë mbështetur në çdo hap, tifozëve të mi më të zjarrt, Ela, Maris, Klaud, Fejt dhe mami, babit dhe Nikos, që edhe pse larg për 2 muaj i dhanë shpirt kësaj fushate. Të punojmë së bashku për një qark më të bukur, më të denjë dhe më produktiv për Shqipërinë e vitit 2030 në Bashkimin Evropian. Vlora do të jetë gjithmonë një nga sfidat më të dashura të jetës time. Mirënjohje nga zemra, përfundon reagimin e tij kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Klevis Kaso.